Një debat publik ka ndodhur mes kryeministrit Edi Rama dhe shoqatës së gjyqtarëve, ku kjo e fundit kërkon rritje pagash ndërsa kryeministri e kundërshton kërkesën e tyre. Për këtë përplasje ka reaguar juristja Brizita Gjikondi për CNA. Sipas Gjikondit, kërkesa e gjyqtarëve është një kërkesë ligjore orientuar drejt indeksimit të pagave, siç edhe ligji e parashikon. Sa i përket qëndrimit të Ramës, Gjikondi thotë se po konsumon një konflikt artificial, që më shumë ka të bëjë me uljen e autoritetit të gjyqtarëve dhe linçimin e tyre nga shqiptarët, gjë që sipas juristes do i vlej Ramës kur kjo drejtësi të ketë të bëjë me të personalisht. Mendoj se është një kërkesë ligjore orientuar drejt indeksimit të pagave, siç edhe ligji e parashikon. Sa për zotin Rama, mendoj se po konsumon një konflikt artificial që më shumë ka të bëjë me uljen e autoritetit të gjyqtarëve dhe linçimin e tyre nga shqiptarët, çka do t'i vlej atij më pas kur kjo drejtësi të ketë të bëjë dhe me vetë atë personalisht, tha Gjikondi. Ajo tha se Rama ka filluar një fushat kundër drejtësisë denigruese, përçarëse dhe me pasoja të rënda morale dhe psikologjike për shqiptarët. Nënvizoi se Rama vërtetoi katërsipërisht mosndjeshmërinë, arrogancën e tij dhe mospërfilljen ndaj interesit kombëtar për një strukturë vlerash që trashëgohet në breza. Juristja shtoi se shumë pak zëra publik e mbrojnë drejtësinë dhe kjo tregon infektimin dhe territorin që Liga ka arritur të pushtojë në jetën publike shqiptare. Aktualisht zoti Rama ka filluar një fushat kundër drejtësisë denigruese, përçarëse dhe me pasoja të rënda morale dhe psikologjike për shqiptarët, duke vërtetuar katërsipërisht mosndjeshmërinë, arrogancën e tij dhe mospërfilljen ndaj interesit kombëtar për një strukturë vlerash që trashëgohet në breza. Shqipëria aktualisht është në një krizë të thellë morale. Shumë pak zëra publik e mbrojnë drejtësinë dhe kjo tregon infektimin dhe territorin që Liga ka arritur të pushtojë në jetën publike shqiptare, ka thënë ndër të tjera Gjikondi në intervistën dhënë për CNA.